më bën përshtypje zakonisht një kom agresiv i mëson pak në Kalamanit vetë gjuhën shqipe. Këta asimilohen dhe edhe këta vetë, kur kthehen një pjesë atyre, nuk e them gjithë, fillojnë kanë qef të flasin greqisht, fusin terma greqisht, ndërkohë që unë di që hebrejnë 2000 vjetë nuk e ndruan në gjuhën e tyre, mësoj, domethënë shkrimi këndimin parë mësoj në shtëpinë e tyre, gjuhën e tyre. Di që gjithë këto anglezët ja dhanë gjuhën e tyre gjithë botës. Madje janë ndërkombet që flasin më pak gjuhë të huaj me sa di unë. Italianët janë një kom që vetëm së fundi, vitet e fundit kanë filluar të flasin anglisht. Ky brezi që ju duhet për globalizmin, se asë të diskutojnë fare, ti duhet vrisin 7 që djetë të 8 që të fliste anglisht, kërkon dhe mëshirën anglisht. Pra janë ca kombe që duan në Austri, shkoj foli anglisht, së të këtem përgjigje. Në Francë, i ke foli anglisht, së këtë zero. Do të thoje, po. Së këtem përgjigje. Gjermani, se nga që hangri 2 herë dru edhe gjokut këtem përgjigje, por me qeft man nuk e ka fare të këtem përgjigje. Zviserianët Gjermanët me italianët kanë sheku që jetojnë me njëri tjetrin në Zvicër. Me përbuzje e shofin njëri tjetrin, nuk e honepsin dot, unë s'di se si rënë bashkë. Neve në Greqi shkojmë dhe asimilojmë gjuhën e tyre dhe asimilohemi. Dhe ne kemi turp të themi që në 49-ën ju dham drumër kur na sulmuan, se jo ka qenë Enver Hoxha akoma, për çon si kamën. Po dhe serbëve ju dha druma me zogu në 24, duke 26-ën, që a më pra në 20-ën, dikur ka qenë një betejë që u zhvillua në fushën e mbi Shkodrës. I ka dhënë drumë vëlla, pse duhet ta hedh poshtë, ose në rrethimin e Shkodrës. I mbajtëm 8 muaj, ju dham dru, detyruan erdhën serbët se malazezët nuk merrnin dot Shkodrën. Pra, këto janë gjëra që, po se ai që ishte Esat Pasha ishte tradhtar, mirë, po 8 muaj rezistoi ai, se më kupton bashkë me ca tjerë. Greku, për shembull, Napoleon Zerva që i griu shqiptarët, është shqiptar nga Suli. Qembirqeni, një vrasës shqiptarët. Dhe bashkëpunoi me gjermanët deri në momentin që gjermanët ikën. Jo, nuk e hedhin poshtë ata. Nuk e hedhin poshtë vetëm se në 1-2 aksione bashkëpunoi me anglezët. Dhe e kanë ngritur, e kanë mitë të tyre, nuk e hedhen poshtë, sepse edhe ju ka dhënë dru shqiptarëve. Ne kemi frikë të themi fitore tona, se është kjo psikologjia. Dhe ti ka thënë një gjë shumë të bukur. Doni ta dini kush ka mbrojtur këtë vend? Hapni tekstet e shkollës dhe shikojnë kë shajnë tekstet e shkollës.